shumë i bukur, është për merak. Hajde, mos e lëvdo vetën tash, ta lëvdoj njerëzit. Shkëlqim, yje e atmosferë, ku kryefjala e mbrëmjes ishte Erzina Shehu, e cila lansoi brendin Meraki, të krijuar me dashuri e përkushtim. Krenar dhe i lumtur për suksesin e bashkëshortës së tij, u shpreh të jetë repartisti i njohur MC Kresha. Përshëndetje, po dukni tepër bukur sonte. Bashkë po shkëlqeni. Ju uroj shumë suksese për brendin. Faleminderit. Një punë e shkëlqyer, po a ju ka marrë shumë kohë dhe sa jeni lodhur Erzina? Ka marrë shumë kohë, ka marrë shumë vite dhe shumë kohë, për me lodh jo atë shumë, se kam një ekip shumë të mirë që gjithmonë më përkra dhe është të më ndihmu. Dhe e kam edhe Kreshën që... O së të kom një mu kur gjo? Mjaftu shumë e të pas për kra, po besoj është mbështetja më e madhe. Po, shpresoj edhe në që të pakten motivimin që ku mujt me ja ofru u konë në kohën e duhën edhe u konë është ajo dinamo që e ka shty për me realizu, se Erzina këto ka pas që shumë vite në mendje dhe gjithmonë hezitoj kështu non-stop une ndikimin ashtë të matë modën këtë pas që kom insistu që me vazhdu të zina me realizu që krijimin e brendit që ka pas gjithë në mene dhe shpresoj që... Shko hape. Sa po i thash, u konë një famë që gjithmonë u duk bukur edhe për në me i ka shku me pas diçka të sajen. Po sa e këshilla ndoshta edhe për këtë famën që ka me pas tash, sa e ke jap këshilla ndoshta Erzinës që nuk është bash... Kresha harën që është i famë shumë pak. Unë nuk jam njeri duhun me bon këshilla për çështjen e famës. S'di mi jap as vetës këshillat asaj natyre. Po Zina besoj që e menaxhon shumë mirë. Fama është për Meraki. Unë jam brapa skenës. Më shumë famë që merr Meraki është më shumë... Edhe ka shumë arsye pse t'ja. Është një brand i Kosovës që po merr shumë vëmendje. Ashtu, edhe shumë i bukur, është për merak. Hajde, mos e lëvdo vetën tash, ta lëvdoj njerëzit. Shumë të bukura. Faleminderit. Po, cila është ndoshta një këshill që ja kisha jo Erzinës për me pas vat në vesh? Mos u streso për gjona që nuk ki nevoj me stresu vetën, sepse gjatë kësaj periudhe u ka një pjesë kogja stresuse, sidomos pjesa organizative e lancimit të brendit, dhe i kom thonë non-stop që ajo konë është ta këshilla ma vitale që kom mujtë mi adhon, bazu në eksperiencën temet ma pashme prej adin që sa vjetë që merna me muzikë edhe gjithmonë situatat pak jenë ma adin situatat stresuse mune me pas një impact negativ, po për tjera cenës kom qa me këshillu, kjo ka eksperiencën e duon. Sa përshionë suksesi e Erzinës edhe juve? Në fakt, mu po më shion shumë, po besoj që kur nole me këshumë nashta mas një viti, këna me mujtë me jap një përgjigje ma adekuate. E ju në falenderoj shumë, knatësi, ju uroj mu knojtë sonte, si ju edhe na që jemi të ftu, ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Videon e plot e gjeni në kanalin zyrtar në YouTube.